Ndryshime masive financiare në prill 2026. Venusi dhe Jupiteri krijojnë një rreshtim të rrallë, ja çfarë i pret 4 shenjat e zodiakut. Sot do të flasim për një ngjarje astrologjike jashtëzakonisht të fuqishme që pritet të ndodhë në prill të vitit 2026. Ky nuk është një tranzit i zakonshëm. Është një rreshtim harmonik midis dy planeteve më të mirë në astrologji, Venera dhe Jupiteri. Kjo trine, një kënd 120 gradësh i pastër energjie pozitive, nuk ka ndodhur në këtë formë specifike prej më shumë se 12 vitesh. Kur dy benefitë si Venera dhe Jupiteri bashkohen në këtë mënyrë, dera e bollëkut, pasurisë dhe mundësive financiare hapet gjerësisht. Por çfarë e bën këtë moment kaq të veçantë? Së pari, Venera do të hyjë në shenjën e saj të preferuar, në Demin, shtëpinë e saj natyrore. Këtu Venera ndihet si në shtëpi, komandon vlerat, parat, sigurinë materiale dhe kënaqësitë të jetës. Ajo sjell stabilitet, bukuri dhe aftësinë për të tërhequr atë që duam me lehtësi. Së dyti, Jupiteri ndodhet në Gafore, ku është i egzaltuar, pozicioni i tij më i fuqishëm. Jupiteri këtu zgjeron emocionet, intuitën, ndjenjen e sigurisë emocionale dhe aftësinë për të pranuar bollëkun pa faj ose frikë. Kur këto dy energji bashkohen në një trinë tokë-ujë, krijohet një rrjedhë harmonike që lidh botën materiale me atë emocionale. Rezultati? Mundësi të mëdha financiare, rritje e pasurisë, zgjidhje të bllokimeve të vjetra dhe një ndjenje e thellë se tani është koha. Le të fillojmë me shpjegimin e ngjarjes astrologjike në detaje. Pjesa 1. Ngjarja astrologjike. Çfarë po ndodh saktësisht? Imagjino për një moment, qielli po përgatit një simfoni të bollëkut. Venera në Dem është si një kopshtar ekspert që di saktësisht si të mbjellë farat e pasurisë dhe t'i ujit ato me durim dhe kujdes. Ajo sundon mbi parat, pronat, vlerat personale dhe aftësinë për të shijuar jetën pa ndjenjë faji. Kur Venera është në shenjën e saj, energjia e saj bëhet më e pastër, më e fortë dhe më tërheqëse. Çdo gjë që lidhet me vlerën, qoftë një rrogë më e lartë, një investim i suksesshëm apo një mundësi biznesi, fiton brull natyral. Në anën tjetër, Jupiteri në Gafore është si një nën bujare që hap krahët dhe thotë: "Eja, merr sa të duash. Ti e meriton." Jupiteri i egzaltuar këtu zgjeron çdo gjë që ka të bëjë me sigurinë emocionale, familjen, shtëpinë dhe aftësinë për të pranuar mirëqenien. Ai na ndihmon të shërojmë plagët e vjetra të mungesës ose frikës nga suksesi. Trine i midis tyre krijon një urë të artë midis përpjekjeve praktike, Taurus, dhe besimit emocional, Cancer. Nuk është vetëm fati verbër, është një rrjedhë ku përpjekjet e tua materiale mbështeten nga një ndjenjë e thellë sigurie dhe optimizmi. Ky rreshtim është i rrallë sepse kërkon që Venera të jetë në pozicionin e saj më të fortë dhe Jupiteri në kulmin e fuqisë së tij. Kur kjo ndodh, energjia e bollëkut mund të zgjasë disa javë, duke kulmuar në prill 2026. Pjesa 2. Demit, koha për të korrur atë që ke mbjellë. Demit e dashur, kjo periudhë është si një kthim në shtëpi triumfal për ju. Venera, planeti juaj sundues, kthehet në shenjën tuaj. Kjo ndodh vetëm një herë në vit, por kur bashkohet me Jupiterin në Gafore, efekti shumë fishohet. Nëse vitet e fundit keni punuar fort, keni mbjellë fara me durim, ide biznesi, kursime, projekte të vështira, tani është koha për të korrur. Ajo ndjenja afër por jo aty po zhduket. Kanali midis përpjekjeve tuaja dhe rezultateve po hapet plotësisht. Çfarë mund të prisni konkretisht? Mundësi për rritje rroge ose bonuse të papritura. Investime që fillojnë të japin fryte. Tërheqje e klientëve ose partnerëve të rinj që vlerësojnë punën tuaj. Një ndjenjë më e madhe stabiliteti material që ju lejon të shijoni jetën pa ankth. Por sekreti është ky, demit janë të njohur për durimin e tyre të madh. Tani ai durim po shpërblehet. Mos u friksoni të kërkoni atë që meritoni. Bëni atë telefonat për rritje page. Paraqisni atë propozim biznesi që e keni zvarritur. Blini atë vegël ose kurs që do t'ju ndihmojë të rriteni. Kujdes nga tendenca për të qëndruar në zonën e komfortit. Bollëku vjen kur lëvizni me besim.
Ju jeni të destinuar për siguri dhe pasuri, lejojini ato të hyjnë tani. Pjesa 3. Gaforet, zgjerimi emocional i bollkull. Gaforet e mia të dashura, për ju kjo është një periudhë transformuese në nivel të thellë emocional. Jupiteri ndodhet në shenjën tuaj, në pozicionin e tij më të fuqishëm. Ai po zgjeron kapacitetin tuaj për të pranuar bollkun pa faj, pa frikë dhe pa ndjenjen se nuk e meritoj. Shumë gafore kanë një tendencë për të vënë nevojat e të tjerëve përpara të tyreve. Kjo periudhë po ju mëson të thoni, unë jam i denjë për më shumë. Çfarë mund të ndodhë? Një rritje e papritur në të ardhurat që ju lejon të krijoni siguri për familjen. Mundësi për të blerë ose përmirësuar shtëpinë, diçka që ju jep ndjenjë këtu jam i sigurt. Sukses në punë që lidhet me kujdes, ushqim, pronë ose shërbime emocionale. Shërim i plagëve të vjetra lidhur me mungesën ose pasigurinë financiare. Qelësi është të punoni me emocionet tuaja. Nëse ndjeni faj kur mendoni përpara ose sukses, Jupiteri po ju ndihmon ta çlironi atë. Pranoni ndihmën, pranoni mundësitë dhe pranoni se ju meritoni të lulëzoni. Bëni veprime të vogla por të guximshme, kërkoni atë rritje, investoni në veten tuaj, hapni një bisedë për financat e familjes. Qielli po ju mbështet emocionalisht, tani është koha të besoni. Pjesa 4. Akrepi, zgjidhje në burimet e përbashkëta. Akrepët e fuqishëm, për ju kjo energji aktivizon fushën e burimeve të përbashkëta, atë që ndahet me të tjerët, trashëgimi, investime të përbashkëta, kredi, marrëveshje ligjore, partneritete financiare dhe madje edhe intimitet emocional që sjell stabilitet material. Trine i Venus Jupiter po sjell një rrjedhë pozitive në këto zona që shpesh kanë qenë intensive ose të bllokuara për ju. Çfarë mund të prisni? Zgjidhje të papritura në çështje ligjore ose trashëgimje që kanë qenë të ngecura. Sukses në partneritete biznesi ose investime të përbashkëta. Mundësi për kredi ose financim që më parë dukeshin të vështira. Një thellim i marrëdhënieve ku besimi financiar bëhet pjesë e lidhjes. Qelësi për ju është të hiqni dorë nga kontrolli i tepruar dhe metodat e vjetra që nuk funksionojnë më. Akrepi pëlqen transformimin, lejojeni këtë trine të sjellë një transformim pozitiv në mënyrën se si menaxhoni burimet e përbashkëta. Mos keni frikë të bashkëpunoni. Lëshoni atë që ju mban prapa. Besimi dhe hapja do t'ju sjellin shpërblime të mëdha. Pjesa 5. Bricjapëve, fundi i punës së palodhur pa shpërblim. Bricjapët e dashur, kjo periudhë mund të ndihet si një lehtësim i madh pas viteve të përpjekjeve të palodhur. Ju jeni mësuar të punoni fort, shpesh vetëm, duke ndërtuar gjithçka me duart tuaja. Tani energjia po ndryshon, pasuria dhe suksesi po vijnë përmes bashkëpunimeve, mbështetjes nga të tjerët dhe rrjeteve që keni ndërtuar me durim. Çfarë mund të ndodhë? Mundësi të reja përmes partneriteteve ose mentorëve. Njohje publike ose shpërblime për punën tuaj të gjatë. Rritje financiare që vjen nga puna në ekip ose mbështetje e jashtme. Bricjapi është i fortë, por ndonjëherë harron se nuk duhet të bëj gjithçka vetëm. Kjo periudhë po ju mëson të merrni. Lëreni të tjerët t'ju ndihmojnë. Hapuni ndaj propozimeve. Bëni atë takim që keni shtyrë. Pas kësaj do të ndiheni më të lehtësuar dhe më të suksesshëm se kurrë. Pjesa 6. Shenjat e tjera dhe mesazhi përfundimtar. Edhe pse 4 shenjat e mësipërme janë në qendër, energjia pozitive do të ndihet në një shkallë më të vogël edhe nga shenjat e tjera, veçanërisht Virgjëresha dhe Peshqit, të cilat mund të shohin përmirësime në punë të përditshme, shërbime ose kreativitet financiar. Për të gjithë, ky bollëk nuk vjen duke qëndruar duar kryq. Nëse kjo video ju ka frymëzuar, mos harroni të pëlqeni, të komentoni shenjën tuaj dhe të abonoheni për më shumë parashikime astrologjike. Shihemi në videon tjetër. Kujdesuni për veten dhe besoni në magjinë e qiellit dhe në fuqinë tuaj.